Këshilli i Ministrave në Qeverinë e Shqipërisë ka miratuar kushtet për nisjen e prodhimit të mjeteve ushtarake dhe të emergjencave civile përmes krijimit të një shoqërie të përbashkët mes Shoqërisë Kombëtare të Prodhimit Ushtarak KAJO.SHA dhe partnerëve privat. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu shprehet se ky është një tjetër hap i rëndësishëm drejt rikthimit të industrisë ushtarake shqiptare si një faktor modern dhe i besueshëm në shërbim të forcave të armatosura, mbrojtjes civile dhe sigurisë kombëtare. Hedhim një tjetër hap të rëndësishëm drejt rikthimit të industrisë ushtarake shqiptare si një faktor modern dhe i besueshëm në shërbim të forcave të armatosura, mbrojtjes civile dhe sigurisë kombëtare. Këshilli i Ministrave ka miratuar kushtet për nisjen e prodhimit të mjeteve ushtarake dhe të emergjencave civile përmes krijimit të një shoqërie të përbashkët mes Shoqërisë Kombëtare të Prodhimit Ushtarak KAJO.SHA dhe partnerëve privat, shkruan Vengu në një postim në rrjetet sociale. Sipas vendimit, shoqëria reaksionere do të regjistrohet në Shqipëri dhe do të veprojë në përputhje me ligjin për shoqërinë tregtare, me qëllim mes të tjerave prodhimin ose përshtatjen e mjeteve motorike të posaçme për të përdorur nga forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë, strukturat e sigurisë dhe të emergjencave civile. Shoqëria KAJO.SHA do të ketë një pjesëmarrje jo më të ulët se 45% të aksioneve në shoqërinë e përbashkët që do të krijojë me shoqërinë private. Sipas këtij vendimi, shoqëria KAJO.SHA do të kontribuojë në entitetin e ri tregtar me pasuri të paluajtshme në masë jo më pak se 20.000 metra katror që do t'i vihet në përdorim shoqërisë së përbashkët në një nga format e parashikuara nga Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë pa të drejtë tjetërsimi. Shoqëria KAJO.SHA gjatë procesit të negocimit në çdo rast siguron nga subjekti me cilin negocion minimalisht një vlerë investimi jo më të ulët se 15 milionë euro në harkun kohor të 3 viteve, punësimin e jo më pak se 150 punonjësish në harkun kohor të 3 viteve, ofrimin e linjave teknologjike të prodhimit të mjeteve të blinduara sipas nevojave operacionale të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe të standardeve të NATO-s, sigurimin e rrjetit të shpërndarjes së produkteve në rast eksporti, thuhet në vendim. Shoqëria KAJO do të emërojë minimalisht 50% të këshillit drejtues ose mbikëqyrës të shoqërisë. Shoqëria KAJO i gjatë negociatave ofron nëpërmjet strukturave të ruajtjes dhe sigurisë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosura të Republikës së Shqipërisë, garancinë e sigurisë fizike të ambienteve të prodhimit të mjeteve ushtarake, të dhënat teknike dhe tregtare në lidhje me këto mjete dhe sigurimin e çdo informacioni teknik dhe projektimin e këtyre mjeteve në përputhje me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e tyre, thuhet në vendim. Shoqëria e re do të ketë gjithashtu të drejtë të furnizojë forcat armatosura të Shqipërisë me mjetet e prodhuara. Qeveria ngarkon shoqërinë shtetërore KAJO.SHA për zbatimin e këtij vendimi.